që këtë zotrin Fatmir Sopi. Zotri Sopi, përshëndetje. Përshëndetje ju, falenderit për ftesën. Një iniciative cila ka nisur kohë më parë, javë më parë kemi diskutuar bashkë me juve për shifrën prej 100.000, tashmë po diskutojmë për atë e cila ka arritur në 200.000. E prisnit jetë kaq masive kjo përkraje? Po, tu e pas parasysh edhe protesta që kemi pas, të cilat kanë gjetë mbështetje të gjërë popullore, kemi qenë të bindur se edhe forma tjetër e shprehjes së pakënaqësisë tonë, karshi kësaj gjykate njëtnike dhe kësaj gjykate të quaj politike, kemi besuar dhe kemi qenë të bindur se do të ketë mbështetje edhe kjo formë e paraqitjes së pakënaqësisë sonë. Në cilat vende, për që ndoshta më korrekt për shikuesit, ne e përmendëm edhe pak më herët gjatë një bisede që patëm këtu në studio, ndoshta ju na informoni më mirë në cilat vende janë mbledhur këto nënshkrime, prej nga vinë dhe në çfarë periudhe kohore pra u bë e mundur e tërë kjo. Që thënë të drejtën, nga të gjitha viset shqiptare kemi pranuar nënshkrime, dje patëm rastin të pranojmë nga Macedonia e Veriut rreth 19.000 nënshkrime, të cilat na i sollën studentët të 2 universiteteve të Shkupit dhe e Tetovës, dhe po ashtu kemi nënshkrime shumë edhe nga Republika e Shqipërisë, po ashtu ka shumë nënshkrime edhe nga diaspora jonë, e cila i është përgjigjur në masë të madhe kësaj forme të shprehjes së pakënaqësisë sonë. E qartë, a janë të sakta informacionet se nesër në orën 11 është caktuar kur dhe do t'i dorëzohen gjykatës të gjitha këto nënshkrime? Po, kryetari i organizatës veteranëve të luftës, zotri Hysnik Usati, bashkë me një bashkëluftar tonin Alinoj Zinollin, kanë udhëtuar për në Hagë dhe nesër në orën 11 ata fizikisht kanë të caktuar orarin kur do t'i dorëzojnë në dorë pranë asaj gjykate të gjitha ato nënshkrime të cilat janë të buar gjatë kësaj periudhe pothuajse 1 muaj e gjys. Dhe a besoni se do të merren parasysh këto nënshkrime nga gjykata speciale, sepse kujtojmë realisht edhe protestat të shumta që janë bërë në kryeqendrat shqiptare, megjithatë duket sikur nuk kanë ndikuar edhe shumë, por a do të ndikojnë këto 200.000 nënshkrime që do dorëzohen nesër? Po, ndikimin sot do të kenë, ne nuk e dim, ne kemi paraqit atë vullnetin tonë dhe i gjithë populli ynë si në formën e protestave, po ashtu edhe në këtë formë që ta thotë fjalën e vetë se çdo vendim jo lirues ndaj krerëve të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës është cenim i lirisë sonë, është cenim i luftës sonë dhe është baltosje e gjithë atyre proceseve të cilat janë bërë bashkë me bashkësinë ndërkombëtare dhe me NATO gjatë periudhës së luftës, po ashtu edhe në shtetëformimin tonë me aleatët tonë kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Prandaj edhe kjo formë e shprehjes tonë besoj se do të ndikojë dhe do të jetë ai vullneti i popullit tonë që ne jemi për drejtësi dhe në asnjë formë nuk jemi për pengim të drejtësisë, mirë po jemi për që vërtet të sillet një vendim i drejtë në bazë të fakteve që janë ofruar në gjyq dhe jo në bazë të fakteve prokuroria duke u mbështetur në deklarata dhe në dokumente nga Serbia, e cila ka qenë pushtuese te na dhe palë ndërluftuese, e cila nuk mendon të mirën as luftës sonë dhe as shtetit tonë. Prandaj jemi të bindur se kjo gjykatë do të merr një vendim meritor, një vendim lirues, sepse është vërejtur dhe është dëshmuar gjatë atij procesi se nuk ka fakte dhe nuk ka argumente të cilat mund të inkriminojnë krerët e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës në akuzat e pabaza që janë formuluar në Moskë e në Beograd. E qartë, në fakt, disa prej pyetjeve të cilat dëshironim të shtrojmë gjatë këtij diskutimi për vendimin final dhe për atë se cili ju parashihni të jetë presioni qytetar i ushtruar mbi gjykatën e Hagë edhe i përmbledhet në këtë përgjigjen e fundit. Një pyetje të fundit krejt për fund është
pikrisht një intervistë e ish presidentit Hashim Thaçi, e cila u emetua dje, e cila ngjalli më pas reagime të shumta. Në mesin e tyre vije sërish një deklaratë tjetër e deputetit, ish deputetit në fakt, zotrit Fatos Geci, i cili shpreh deri diku në atë se çfarë thot, mirë që ko ke përgatitur se tash me 19 maj lidhesh për krejt jetën. Si e pat ju këtë deklaratë të tij dhe sa i kontribuon më pas kësaj narrative se cila është ngritur nga gjykata atje në Hag. Dhe duke ditur ndjes që të ndërpres megjithatë, duke ditur se ka pasur një deklaratë tjetër të zotrit Geci më herët ku ka kërkuar burgim të përjetshëm për ish presidentin Thaçi, ashtu sikurse për Naim Urselin. Si e pat realisht këtë koment të këtij deputeti të legislaturës së fundit? Po, vërtet është për të ardhur keq që ndëgjon një deklaratë të tillë nga i zgjedhur i popullit tonë, dhe është keq që ai deputet për shembull nuk e mendon se atje nuk janë persona, nuk janë personalitetet thjeshta ose nuk janë emrat përveçshëm ata që janë atje, mirë, po ata përfaqësojnë luftën tonë shqirimtare, ata përfaqësojnë shtetin tonë, sepse kemi të bëjmë me njerëzit që e kanë formu këtë shtet, njerëzit që kanë shpallë pavarësinë e këtij shteti, dhe njerëzit dy prej tyre kanë qenë në krye të 3 legjislaturave të Kuvendit të Republikës Kosovës, po ashtu kemi deputetin e mirë njohur dhe i aktivist i hershëm i çështjes kombëtare dhe i themeluesi i ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Recep Selimi, bashkë me ta. Prandaj këto deklarata të pamotura jemi bërë imun ndaj këtyre deklaratave të pamotura dhe qëllimshija, sepse na bjen shpesh që në Parlamentin e Kosovës të dëgjojmë deklarata të tilla të pamotura dhe në një vend ku do të duhet të ishte fjala e popullit aty dëgjon deklarata të pamotura si dhe ndaj njëri tjetrit deputetët, dhe është aty thujse arenë e përplasjeve politike, duke e fyer njëri tjetrin, duke quajtur si shpion, si tradhtar etj. Prandaj ato nuk e kanë vendin në Parlamentin e Kosovës dhe na vjen shumë keq që në tempullin e demokracisë të fliten ato fjalë, aq më tepër të bëhet një vlerësim dhe të kërkohet një vlerësim juridik nga një njeri i cili nuk besoj se është i përgatitur në drejtim dhe nuk ka të drejtë askush përpos gjykatës të jap një verdikt dhe një vendim final. E qartë, zotri Sopi, të falenderojmë shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë. Ju falenderit, ju me respekt. Faleminderit, po besoj